Jemi rikthyer sërish në studio dhe diskutojmë tani në lidhje me një grant shpallur javën e kaluar nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në lidhje me mbështetjen e startupeve në vendin tonë. Më gjërësisht do të diskutojmë me Aneda Barektarin, konsulente biznesi, njohëse shumë e mirë e ekosistemit të startupeve në Shqipëri. Aneda, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, Lidian, knajsi. Atëherë, 300 milion lek për startupet do t'jenë dispozicion në 2026, rreth 3 milion euro. Është një shifër që duhet merret parasysh, duhet merret konsiderat që realisht mbështet startupet? Besoj është shifër e konsiderueshme dhe kushdo që në vitin 2026 ka një startup apo mbështet startupet, duhet konsiderohet me fat sepse është vërtet mbështetje reale në fakt për startupet, qoftë në fazë ideje, qoftë në fazë validimi apo në fazë rritje. Granti i Startup Albania është krijuar për mbështetur startupet, lehtësuesit, pra çka mund të jenë inkubator apo lehtësues, akselerator, me fonde dhe mbështetje për projekte inovative, për zhvillim produkti, për validim të ides, për zgjerim të tregut dhe aplikimet janë përmes e-Albania, pra kushdo që kërkon të aplikojë shumë lehtësisht mund të futet nëpërmjet e-Albania aplikim për mbështetje me grante për startupet dhe lehtësuesit, duke plotësuar formularin online, do ngarkohen dokumenta dhe startupet duhet të jenë të regjistruara në regjistrin elektronik të startupeve dhe të kenë atë që quhet pasaporta e startupit përpara se të aplikojnë. Mund të jenë që nga individët, kompanitë vogla, kompanitë mesme apo lehtësues të regjistruar dhe që kanë deri në 6 vite në treg. Personalisht mendoj që është një zhvillim shumë i madh për sa i përket ekosistemit, sepse për mua grantet janë më tepër se sa një instrument financiar. Për të rinj, besoj në Shqipëri japin një mesazh shumë të rëndësishëm që inovacioni, që përpjekjet e të rinjve apo iniciativat personale mbështeten nga ana institucionale. Unë mendoj që ne kemi një brez shumë të talentuar, që shpesh mendon se mundësit janë vetëm jashtë vendit dhe kur shteti krijon këtë lloj skeme kaq të strukturuar me fond që i dedikohet ideve inovative, në fakt nuk janë vetëm grante, po krijohet një skemë besimi, le të themi, po i thotë të rinjve që nëse ke një ide serioze, nëse ke një ekip, një plan dhe ka një mekanizëm që të ndihmosh që ta kthesh këtë ide në biznes real. Dhe të qëndrueshëm që është e rëndësishme. Po, dhe grantet nuk fokusohen vetëm tek ideja në fakt, janë edhe te zhvillimi i produktit, te testimi në treg i një produkti që mund ta kesh lancuar, po që është ndonjëherë shumë e vështirë sepse ti përdor fondet personale për të krijuar një produkt, por për ta çuar më tej duhen edhe fonde të tjera, sidomos me produkte teknologjike që fitimi, le të themi, vjen në një fazë pak më të vonshme se bizneset tradicionale. Kështu që mendoj që granti mund të ndihmojë të rinjt të kalojnë nga kjo faza e entuziazmit tek faza e strukturës dhe profesionalizmit. Ata, ne ju e përmendët kategoritë që mund të aplikojnë dhe të jenë potencialisht fitues, por një individ i cili ka një ide, nuk është i regjistruar ende në QKB, ai mund të aplikojë? Mund të aplikoj. Deri në fazë ideje, me sa kam parë në thirrjen e Startup Albania, fondet janë deri në 1.500.000 lek, pra 15 milion lek të vjetra, dhe nuk ke detyrimin për të pasur kofinancim, siç janë fazat e tjera që janë nga 15 deri 25% që ti duhet të financosh vetë bashkë me thirrjen e grantit. Ka njëkohësisht më referuar edhe tregut që kam përshtypjen e njihni shumë mirë. Ka njëkohësisht interes nga të rinjt për të aplikuar dhe për të përfituar. Ju thatë që kemi realisht talentuar, por ata shohin e kanë mendjen jashtë. Në vendi kemi? Po, e kanë mendjen jashtë, prandaj them që këto lloj thirrjesh dhe këto lloj mundësish janë një mesazh që ne duhet të rrim këtu sepse mundësitë janë edhe në Shqipëri. Ato idetë e biznesit që ndonjëherë nuk është aq e lehtë ti bësh jashtë shtetit, në një vend të huaj, mund t'i bësh edhe në vendin tënd me një fond që është krijuar posaçërisht për të rinj, për ata që kanë ide biznesi.
Sot të rinjt janë kryesisht fokusuar te teknologjia, sepse atje e gjejmë veten pak më shumë, edhe prioritet në thirrje ka kryesisht sektori digjital, ka ekonomia gjelbërt, edhe gra sipërmarrëse gjithashtu, duke qenë se ka le të themi një gap shumë të madh midis përqindjes së burrave dhe grave në sipërmarrje, kështu që kjo lloj thirrje i jep një nxitje edhe më shumë vajzave dhe grave në sipërmarrje për të futur në sipërmarrje. Pra le të themi është një vizion afatgjatë për ekonominë. Sepse nuk kemi nevojë vetëm për biznese tradicionale, siç mund të jenë restorantet ose biznese të tjera që madje kemi shumë nga këto. Nevojshme, po kemi shumë nga këto, po besoj që ka ardhur koha që të investojmë shumë në teknologji, zgjidhje të qëndrueshme dhe për kompani kryesisht teknologjike që mund të konkurrojnë edhe ndërkombëtarisht në tregjet e huaja. Startup. Për mua është gjithmonë e rëndësishme të theksohet që granti është vetëm fillimi. Pra, sigurisht. Të rinjt do të kuptojnë që me grantin mund ta përdorin për të bërë produktin, ndërsa për ta validuar është një shtys, por që të mos varemi vetëm nga granti. Pra, suksesi varet nga ekipi, nga disiplina, nga aftësia për të ndërtuar një model biznesi që është i qëndrueshëm në treg edhe që nuk do vdes pasi ti ke marrë grantin edhe ke mbyllur punë me grantin. Puna më e vështirë fillon pikërisht pas përfundimit të atij granti. Çfarë do të thotë startup, Aneda? Në këtë mënyrë kuptojmë edhe cilët plotësojnë kushtet për të aplikuar dhe të përfitojnë nga ky grant. Më ke bërë pyetjen miliona dollarësh Lidion. Për mua startup është një biznes që ka inovacion brenda tij, pra nuk janë këto biznese tradicionale që ne përmendëm, që mund të jetë zgjidhjon, parukeri, furbuke. Nëse ti ke një element inovacioni, qoftë në mënyrën si i bën proceset, në modelin e biznesit, në çfarëdo lloj gjëje që lidhet me modelin tënd të biznesit, për mua është startup. Pra, inovacioni dhe kryesisht janë bizneset teknologjike ato që kanë edhe inovacionin brenda për brenda. Pra, teknologjia kryesisht përdoret si mjet për të sjellë inovacion edhe në sektor tradicional, siç mund të jetë, nuk e di, turizmi, bujqësia, ti mund të përdorësh, mund të bësh aplikacione për të ndihmuar fusha të ndryshme. Dhe ky besoj është një startup një biznes që ne mund ta konsiderojmë startup. Ndërkohë, Aneda, ekosistemi në vendin tonë si është aktualisht? Pra, është një ekosistem, është një ambient i mirë për të lullëzuar startupet? Besoj që janë bërë përpjekje mjaftueshëm gjithë këto vite, ka akoma shumë punë për të bërë, por që aktorët e ekosistemit janë aty për të ndihmuar, qoftë me trajnime për ta çuar biznesin nga fazat e hershme të ides në një fazë më të vonë, siç është ta sjellësh në treg, kemi grante, pra i gjithë ekosistemi është duke punuar në mënyrë që të rinjt të munden të vënë në jetë idetë e tyre të biznesit. Kur kam qenë unë e re, le të themi, në vitet 2010, 2012, që sapo kishin filluar eventet e para, nuk kanë qenë gjithë këto mundësi për të hyrë të rinjt në fushën e biznesit. Të rinjt në ato kohë as nuk e mendonin që mund bëhet biznes. Kështu që unë mendoj që të rinjt e sotëm janë shumë me fat që kanë gjithë këto mundësi, kanë struktura për mentorship, njerëz që i këshillojnë, struktura që japin grante dhe janë mundësi që duhen shfrytzuar nga të rinjt, sepse janë bërë posaçërisht për të rinjt për të ecur përpara dhe për të vënë në jetë të gjitha ëndrat dhe idetë e biznesit që ato kanë. Për çfarë kanë nevojë më shumë të rinj, të cilët të rinj, por jo vetëm, edhe ata që kanë tentuar kur ishin të rinj, por kanë dështuar me sukses dhe vjojnë, tentojnë dhe shumë mirë bëjnë. Për çfarë kanë më tepër nevojë përveç atyre parave, këtyre granteve që i jep mundësinë të startojnë apo edhe të përmirësohen?
Mendoj që granti është vetëm një pjesë e asaj që i nevojitet. Madje granti ndonjëherë është mund të dëmtojë më shumë se sa të zgjidh punë nëse ti nuk ke know-how-n e duhur. Prandaj njëri para se të shkojë te granti do i duhet të kalojë disa akselerator apo programe inkubimi ku ti mëson si të strukturosh iden, si të gjesh klientët, si të bësh kërkim tregu, si të kuptosh që ti ke realisht një zgjidhje që i duhet tregut dhe më pas, mbasi ti ke marrë gjithë të njohuri dhe kupton që vërtet ideja jote është e nevojshme për këtë lloj tregu, është duke zgjidhur një problem real, ti e vën në jetë dhe mund të marrësh një grant që të ndihmosh edhe të strukturohesh, të zhvillosh produktin, të testosh idet. Po mendoj është shumë e rëndësishme pjesa e know-how-t përveç granteve. Edhe ka shumë programe akselerimi në Shqipëri që ta ofrojnë këtë gjë, që i ndihmojnë të rinjt të marrin njohuritë e duhur, të formsojnë atë disiplinën që duhet për të ngritur një biznes edhe për ta mbajtur në këmbë. Aneta, duke njohur të rinjt, duke njohur njëkohësisht edhe ekosistemin, por edhe startupet që mund të jenë në tregun tonë, ka potencial për të pasur kompani që nga Shqipëria të kthehet ndërkombëtare për të pasur në të ardhmen edhe një unicorn? Potenciali ekziston, problemi që ne kemi aktualisht janë ato që quhet venture capitalist, pra investitorët. Në Shqipëri nuk e kemi shumë të strukturuar pjesën e investitorëve, bursës, siç mund të jetë në ekosisteme të zhvilluara, nuk e di, Berlini, Istanbuli, Londra, gjitha këto. Ne nuk e kemi as si rajon, jo më si Shqipëri. Kështu që mendoj që kjo është një diçka që duhet zgjidhur në të ardhmen, pasi investitorë të huaj, që mund të jenë nga Europa, nga Amerika, nga vende të ndryshme, është e vështirë që të investojnë në një startup si Shqipëria, duke qenë se tregu është shumë i vogël dhe kushdo që bën startupe mendon të paktën të gjithë rajonin, pra jep zgjidhje që lidhen me rajonin dhe jo vetëm me Shqipërinë. Zakonisht është e trishtueshme të themi shumë startupe që kanë arritur të marrin investime, ata regjistrohen ose në Londër ose në Amerikë, startupe lokale atje në mënyrë që të përfitojnë investimet. Pasi është e vështirë Lidion në një treg si Shqipëria, si një startup shqiptar ti të marrësh investime dhe të çash përpara. Edhe në këtë aspekt janë bërë përpjekje. Pra ka programe që lidhen kryesisht me investitorë, me krijimin e rrjeteve të investitorëve ëngjëj në rajon, të cilat kanë filluar dhe bëjnë investime sporadike në startupe të ndryshme në Ballkan. Kështu që besoj që është një dritë jeshile për sa i përket kësaj gjëje. Po tek investitorët shqiptar, ata që mund të kenë bizneset të suksesshme, mungon kultura për të investuar tek startupet, sepse në një farë mënyre me gjithë rrezikun që merr përsipër, ai mund të bëhet edhe aksioner të ai startup. Kjo është ideja e investitorëve, që ti jep investimin dhe merr pjesë në atë startup. Problemi i investitorëve shqiptar është që duan të shohin gjëra të prekshme, siç mund të jenë biznese tradicionale, nuk e di, ato që folëm më parë. Rrjet marketesh, restorante, ndërtimi, fusha e ndërtimit ku ti shikon rezultate të prekshme dhe fitimi të kthehet shumë shpejt. Në startupet e reja do duhet shumë kohë që ti të kesh atë që quhet kthim nga investimi. Prandaj dhe investitorët shqiptar nuk duan ta ndërmarrin këtë lloj risku përsipër, sepse do duhet të kesh në portofol shumë startupe që vetëm njëri të mbuloj humbjet nga startupet e tjera. Plus duhet besoj të ndërgjegjësohen, të trajnohen për të qenë investitor edhe për të kuptuar edhe ata vetë se në cilat startupe duan të investojnë, ku duan të fokusohen dhe kjo është një proces që do doj pak kohë në Shqipëri. Edhe kjo e dyta është vështirë të bëhet nga ata, të trajnohen për të investuar, sepse me tyren ata janë investitor shumë suksesshëm, kështu që edhe kjo pjesë mund të jetë problem. Po. Pra duhet të kenë një portofol shumë të gjerë startupesh në mënyrë që të paktën një ose dy të dalin. Të paktën kështu bëjnë fondet e mëdha të investimit. Ato investojnë në shumë startupe duke e ditur që
shumica prej tyre do dështojnë, sepse risku është shumë i madh që startupet e reja të investojnë të dështojnë që në vitin e parë. Kështu që ata shpresojnë që të paktën 10 ose 20% e portofolit që mund të kenë do ketë sukses, edhe ai kthimi mbi investimin që kanë bërë do mbulojë dhe do mbuloj gjithë humbjet e investive të tjera që kanë bërë në startupe. Sa është përqindja e falimentimit të startupeve apo e suksesit të startupeve? Nëse ka një mesatar. 80-90% mund të dështojnë që vitin e parë, domethënë, aq e vështirë është të mbash një startup. Unë vetë kam një startup teknologjik dhe nëse s'do kisha burime nga bizneset e tjera që kam, do ishte shumë e vështirë ta mbaja në këmbë, sepse nëse një i ri hap një startup, ajo ka kostot e veta, pra janë kostot teknologjike, pastaj do kesh stafin që do mbuloj pjesë të ndryshme marketing, financë, gjitha këto dhe bëhet shumë e vështirë nëse ti nuk ke fitime që në fillim dhe për startupet teknologjike do duhet shumë kohë që ti të ndërtosh komunitetin, edhe të vinë ato fitimet që të mund të mbulojnë të paktën kostot e veta dhe biznesit të mbaj veten në këmbë. Dhe për të mbyllur bisedën, Aneda, mendoni se realisht ka ide të cilat e kanë domosdoshmëri, patjetër që e kanë domosdoshmëri mbështetjen, por domosdoshmërisht duhet edhe të mbështeten nga investitorët qoftë privat, që është e vështirë të gjenden, por me grante nga ana e qeverisë. Pra, ka realisht potencial? Unë mendoj që ka potencial. Të rinj shqiptar duhet përpiqen që të jenë pak më origjinal dhe të kuptojnë, të mundohen të kuptojnë tregun. Pra, të mundohen të kuptojnë cilat janë ato pains, le të themi, që vendi ku jetojnë ka dhe të mos thjesht të marrin dhe të kopjojnë ide nga vendet e tjera, pasi ne jetojmë në një vend tjetër, në një kontekst tjetër dhe ndonjëherë thjesht të marrësh dhe të kopjosh ide nuk është zgjidhja e duhur. Kështu që këshilla që un kam për të rinj, sidomos për ata që janë në teknologji, ta përdorin teknologjinë si një mjet për të parë cilat probleme reale mund të zgjidhin në Shqipëri. Turizmi ka një bum shumë të madh edhe nëpërmjet teknologjisë ti mund të japësh zgjidhje të jashtëzakonshme në këtë kohë, qoftë për turistët, qoftë për vendasit të cilët presin turizmin. Edhe bujqësia ka një potencial shumë të madh për të përdorur teknologjinë në favor dhe për ta çuar sektorin më tutje. Kështu që unë këtë këshill kam për të rinjt. Shikoni tregun, domethënë çfarë duhet, mos thjesht kopjojnë idet jashtë vendit dhe t'i marrin t'i sjellin në Shqipëri. Pavarësisht se përshtaten ose jo me realitetin ton. Aneda, ju falenderoj për gjitha mendimet e sjella në studio, ditë mbar.